blogere. Përshëndetje. Përshëndetje. Emën e kemi një të inkuadruar nga makina, sepse me sa kam informat, Ema është momentalisht në plazh. Nuk i kam plazh derisa të mbaroj emisionin. Ndërkohë derisa Ema na lajmërohet nga makina, e kemi Ronin, i cili na lajmërohet nga shtëpia. I cili patjetër e ka edhe ujë rrugova aty afër. Ujë më ekspresë që ekziston. Po e vërtet kjo, e vërtet. Përshëndetje Roni. Përshëndetje për gjithë, ne shpresoj të trajtojmë këtë temë me pompozitet, se është temë në modë, është temë shumë interesante edhe me vërtet është pjesë e shoqërisë tonë edhe prekëndshmërinë e shoqërore. Po du me nisë këtë bisedë me Eman, me qenë se Ema është komentuar sidomos në rrjetet sociale shumë për dukjen e saj. Ema, sipas teje, a dalim ne si shoqëri për mu kënaq apo për me ranë sy? Shumë pak shqiptarë dalin për të kënaqur, t'i lënë telefonat, pastori. Unë mendoj se shumica e shqiptarëve, shumica gocave dalin për të ndjerë mirë, po parim kryesor ka ndukjen dhe sa shishe po hapi. Është trend, është bërë trend, kështu që shumë pak janë ata që i lënë telefonat dhe shijojnë momentin, muzikën apo ku di unë. Po ty Unë po flas për vete, unë nuk jam tip që dal shumë klap, po kur dal parimi im kryesor është mu duk bukur. Pse jo, përderisa njihe me rënë edhe nëse me hap një shishe alkoolit gjim 3, edhe pse në momentin që nuk e pi fare alkoolin e kam si parim kryesor për ta hapur një shishe. E merë nësi si pas te është që të dukesh bukur dhe dikush të ta dërgoj një shishe alkohol, ose... Jo, dikush ma dërgoj për ta bleve, po edhe nëse ma dërgon, për mua është thjeshtesë, kupton? Normal, përderisa je në një ambient festiv të bukur, pse jo, parimi kryesor tjetë që edhe ti të jesh e bukur. A ka ndodhur ndonjëherë, Ema, që të bësh gati për të dalë edhe në momentin e fundit të anulosh për shkak se nuk e qenë kënaqur se si po dukesh? Ka ndodhur, po nuk e kam anuluar kur. Thjesht kam shkuar shoqet e mia, a duken bukur, po flokët, po trupi, po veshja, po për të shkuar kam shkuar. Shumë sinqert, Ema. Albani besoj i vjen shumë shpesh me pa njerëz në përdarsma, në për eventet të ndryshme, të cilët ndoshta shumica në kohë e kalojnë edhe të pa një tjetrin se çysh po duken. Sa kënaqen njerëzit në për këto ndaja, apo a kalojnë kohën tu kënaq, tu vallëzu, apo tu e komentu një tjetrin se çysh po duken? Zakonisht si popull ose si Ballkanas, na shqiptarët e kem parasysh dukjen. S'pare kem dukjen. Pastaj, kur dukemi mirë, edhe kem edhe atmosferën e mirë. Po mos mu duk mirë, jo s'munde me vallëzu, jo s'ndal me vallëzu, jo ku ta dione. E para e përmeni edhe Ema, që pa u duk bukur, nuk ish dal në televizion e ku ta diu s'ka shku me bo plazh pa e krye emisionin. Megjithatë, ne si popull jemi shumë sevdali, po kemi komplekse. Më spari, ndoshta e përmene edhe të një rast që nuk je dalë për shumë arsye, po spari dëshirojmë mu dukt bukur, dhe pastaj janë ato ceremoni tjera. Na ndodh shumë herë në përdarsma, na ndodh shumë herë në për diskoteka, në për vendet ndryshme, e sidomos femnat. Femnat kanë dëshirë mu duk në ekstrem mirë. Meshkujt varet prej personalitetit. Ka personalitet që dënë mu ba mirë. Nuk po gjykojmë, ta dimi të që nuk po gjykojmë se kena qef mu duk bukur edhe na ka hije dorën në zamër që ta shë. Pa tjetër, është e rëndësishme të duke. A që një me bukur, në anën tjetër, Roni, si pas teje, pse ky kompleksi i shqiptarëve për të duk bukur pa tjetër edhe ndoshta kjo kompleksin a bën edhe mi hub momentet në cilat të jemi aktualisht? Janë shumë faktorë, po i përmend më të rëndësishmet, është nevoja për të miratuar, nevoja për miratim, kjo vjen nga ankthi apo nga frika se nuk do të miratohen qëndrimet e tyre, pamjet, shëtitjet, sepse ka të atil që shkon pin kafe në qendër të qytetit, jo për ta shijuar kafen, por për të bërë pjesë e narrativës kolektive aty, për të qenë në qendër të vëmendjes, ka të atil që bën gati dhe marrin pjesë një muzikë
rinore në një mbrëmje vetëm për të bërë story, për të publikuar story, për të ndërtoja story. Nuk e kisha për ty, Jo, ndërto themi amon. Ka të atil që zakonisht e shijojnë me të vërtet, e ndjejnë këtë knatësi, por janë të rrallë ata. Kur them e shijojnë me knatësi, daljen, dukjen, dhe jo për të dukur mirë në sytë të tjerëve, por ta përjetuar në realitet atë ndjenjë. Atëherë, kjo është vetëm si pasojë e përdorimit apo mbi përdorimit të rrjeteve sociale. Unë kam bërë një pyetje publike para ca kohësh, kam thënë, nëse do të fikesh në rrjetet sociale këto të njohura, Instagram, TikTok, këto që ne i ekspozojmë veten tonë me storie, sa do të ishte interesimi për turizëm në vendet bregdetare? Sa do të ishin njerëzit të interesuar të shkonin në det, të freskoheshin apo të pushonin? Sa do të ishte? Unë mendoj që do të ishte një numër shumë i ulët. Është hipotezë kjo, se nuk është munduar. Ashtu siç ka qenë dikur. Jo, Jo, është problemi ekspozimi trupit, via trupit, çfarë ushtrime kam bërë, pastaj bukuria ime, është edhe një nevojë narcistike, po ta analizojmë me vëmendje, kjo është edhe një nevojë narcistike që ne vetëm të jemi pjesë e komentimeve që të tjerët bëjnë për ne. Po, a kuptoni pra? Kjo na brengos. Po. Kjo na brengos. Edhe ne këtu në studio teksa po flasim bashkë. Apo e bëjmë emisionin që dukejnë para të tjerëve të bukur edhe eksotik, apo po e bëjmë emisionin, po e trajtojmë temën me seriozitetin. Të bukur për momentin, mund të themi që po duken... Të bukur dukemi çdo ditë, kjo është një nga temave që na intereson për trajtim. Bukur po duket Kaltrina, bukur po duket Ema, bukur po duket edhe ti na shishëm për para. Po duket shumë bukur se s'duket mirë aty, jam e sigurt. Se Ema tha që edhe ti dal vetëm sa ka raste kur dal për të bërë story për Instagram. Pse ka që rëndësishme dukja sa të dalësh dhe ta bësh vetëm një story edhe kjo të jetë e rëndësishme? Unë kam 60.000 veta në Instagram, një 10.000 veta mund të jenë fake account që gjithmonë lypin me më pa keq, si më thënë, kështu që edhe kur ndjem keq dhe kur ndjem mirë, unë kur nuk i ndal storyt e bukura. Do me thonë ti me raste e bën temi edhe për inat të atyre që po thu kam... Edhe për po. Edhe kur nuk ndjem mirë, e marr çantën dhe iki në përvustime vetëm të storyt e bukura. Me rëndësi ata 10.000 veta të tjerë, po. A ka ndodhur Ema që ndonjëherë të kritikohesh për dukjen tënde, e të gjykohesh për atë se çka përfaqëson edhe në rrjetet sociale? Normal që gjykohesh, shahesh, fyesh, domethënë ne jena shqiptarë dhe gjithmonë e kena këtë traditë, si më qenë i mirë, si më qenë i keq. Vetëm kur vdes njeriu thon, lesi ishte rob i mirë për Zotin. Kështu që ne kemi lindur për t'u gjykuar, për t'u sharë dhe mua nuk më interesojnë fare, por më shumë më intereson që gjinia ime ka qenë ajo që më ka fyer më shumë nëpër komente. Pse sipas teje edhe Femra femrës. Ndoshta inati, nuk e di. Ndoshta në inat personal, unë nuk e di, po që kështu jemi lindur në. Pse dikush duhet ta ketë inat Emën? Nuk është inat, jo, shikoni, nuk është inat. Ndoshta është pjesë edhe që duan të bëjnë diçka, për shembull, më shohin që kanë bërë hund, kanë bërë çdo gjë edhe kur vjen puna, pse si kanë bërë për t'i bërë edhe e shpreh në mënyrë inati, kupton? Ndoshta kur ti kishin gjitha, nuk do më kishtin inat. Ema, kujtojmë që në emisionin Krejt Debat në televizionin ton, ti ke deklaruar që kujdesesh shumë për veten edhe ke shpenzuar të holla të majme për dukjen tënde, je kritikuar, kemi pa që je gjykuar në rrjetet sociale. Cili ka qenë gjykimi më që të ka lënduar themi më shumë, ose komentet që të lëndojnë edhe si ju përgjigjesh? Gjykimi që më ka bërë më shumë përshtypje, po kur sa mërzitur ka qenë bravo Dubai, do me thënë kanë pas storit e mia pse shkojnë Dubai, edhe kanë gjykuar, do me thënë sikur lekët e mia të ardhurat janë nga Dubai. Gjë më ekstreme që mund të ndodhur është kjo. Pse të lidhin ty me Dubai? Pastaj që tjerat si marr fare për bazë. Po Ema, pse të kanë lidhur ty me Dubai? Pse ky komand sipas teje? Sepse 1 në 3 vende ku shkoj është me shku në Dubai. Do me thënë që se shkoj Spaj, në mes do me shku një në Dubai, pastaj mund shkoj në Holland. Kupton? Çdo herë kur i bëj udhëtimet, gjithmonë e lidh edhe me Dubai, shkoj edhe në Dubai. Më pëlqen si vend.
Interesant. Që nuk ka diçka të Nuk ka keqe kur me gjë të keqe që të vizitosh patjetër, nuk është as të keq. Është emri Dubai dhe kanë keq përdorur, por që unë nuk kam shkuar ndonjëherë për të jetuar dhe hajt më duhet më gjykosh. Unë thjesht kam shkuar për pushime. Po. Alban tha me rëndësi që të dukesh mirë. Si që dukesh mirë, Ema. Faleminderit. A ke pas gjykime ti ndonjëherë në ndonjë event standin për dukjen? Ka gjykime dhe ka paragjykime çdo herë. Sepse është e pashmangshme, mirë tha dhe Ema, kur je pjesë e publikut, je pjesë e rrjeteve sociale, është e pashmangshme pa qenë pjesë e komenteve, qoftë negative, qoftë pozitive. Pozitive merret që më ka bu mundi mirë me shkojt zakonisht kur t'jepin komplimente të mira. Qoftë për dukje, qoftë për prezentim, qoftë për paraqitje kudo që t'jesh. Femnat është edhe ajo vlerësuese mirë, po çdo herë meshkujt e marrin si negativ ose si pozitiv. Femna kur t'jep një kompliment, ata e për interes, ata e për diçka ma tutja, ata e ku ta di unë. Ndërsa meshkujt kur të japën, unë për veti i marrë ma... Mendon që janë ma të sinqerta? Po, që komplimentat që vinë prej vajzave grave, karshidjeve dhe burrave? Unë jam i martuar. Edhe kështu që pe femna po menoj unë nuk... Kjo nuk të bënë që nuk duhet me donë kompliment një grua. Jo, gjithmonë në kompliment. Jo, shqiptari s'duhet me donë kompliment, kur është i martuar. Pse, Ema? Zakonisht, pe dika shumë. Pse, Ema? Pavarësisht se këta i japin, në? Po. Jo, asë një herë si japim, s'kem... Nuk besoj që du të me po... Ema, ti, a e ke problem ta... Se kam për ty. Nuk e kam për ty, po të për bisedë. Ti personalisht, a e ke problem ta komplimentosh një burr të martuar ose të fejum? Unë qa shoh gjë të bukur e komplimentoj dhe nuse, nuk është problem. Okej. Ema, tha që ti ke udhton shumë, e ke Dubajin të preferuar, e dim që kujdesesh edhe për veten, ke shpenzuar shumë për dukjen tënde, vazhdon ende të shpenzosh kaq shumë, me qenë se edhe Dubai, edhe çdo vend tjetër kërkon të holla për të. Ata jap një deklarat. Hajde. Në 9 burg kam operacionin e fundit. Me 9 gusht ke operacion për çfarë? Apakur. Cili do tjetë? Si që e kam thënë edhe të Dukagjini në Kretin Debat, operacioni fundit i im është me bo sytë si kineze. Sytë si kineze? E me ka që përfundon... Jam pak, e di, jam pak, do të bëjmë më shumë. Marak, mos je lëndu dikon. Ema, është operacionit i fundit saj përket dukjes, apo mund të kesh edhe diçka tjetër? Ka paku, vetëm që se kur të bëhem nën, mund t'ja rinis prapë. Po me këtë operacion, sa shkon në total e vlera e investimit të Evës në trupin e saj? Si nuk e kuptova, vlera ime totale? Po, vlera jote totale, sa ke shpenzuar në total për operacionet, përfshirë edhe këtë operacionet që do ta bësh tash? Ti them prap, kam hadh prap se bëhem virale. Nuk e ke problem. Kështu që llogaritë 50. 50.000 euro në total. Po ja heqim edhe një 4.000, po i bëjmë minus. Llogaritë 50. 50.000 euro investim për të dokë bukur. Edhe ndërkohë komentuesit tani mund thonë çka ka qenë kjo robot që ka hedh 50.000 euro për të duke bukur, deklaroj që kur kam qenë natyrale kam qenë më e bukur se ç'jam. Po pse pra vazhdon me operacionet kur ke qenë më e bukur pa to? Ja të flasi psikologu, sa as vetë nuk e të Roni, hajde! Në dojë pëse kjo varsia. Kushtimisht për qujmë. Edhe një lutu kushtim. Na shpjego se si mund të arsituat kushtimisht për quaj këtë varsin e ndërhyrjeve në trup, në dukje. Ema tha që ka qenë më e bukur pa operacione, por pa varësisht kësaj vazhdojnë të bëj operacione. Ema është duke shfryzuar lirinë e saj personale dhe patjetër. Unë e përgëzoj sepse ajo po përpiqet ta bëjë më të mirën për trupin e saj, për estetikën e trupit saj dhe me sa po shoh nga e folura dhe nga debati që po zhvillojmë, po kuptoj që ajo ka një pasion të zjarrt për të qenurit përveç influencere dhe stiliste, madje edhe pasionante të bukurës. Kështu që
unë e shoh emën të përparuar akoma më shumë në stadiet e më të tjeshme tjetër, se edhe nuk ka këtu diçka kontradiktore ose simptomatologjike ose ndonjë çrregullim evident që mund ta bezdisë emën në vazhdimsi. Thjesht është shfrytëzimi i listës saj personale. Por ajo që dua të them është kështu gjë. A është e rëndësishme estetika e shpirtit apo estetika e trupit? A kemi nevojë ne që përveç përqendrohemi në dukjen tonë, në veshjen tonë, apo të marrim vëmendjen e të tjerëve, a duhet ne që konsultohemi apo të bashkëjetojmë ose të rrefejmë shqetësimet e hallit tona me psikolog, të cilët na ndihmojnë të zbërthejmë ato konflikte që i vijnë brenda tek estetika e shpirtit tonë? Si mendoni? A na intereson kjo përveç dukjes? A na intereson edhe se si ndjeni, jo se si dukemi? Po, Për neve po, por për ty nuk e di. Por neve e rëndësishme është patjetër edhe Patjetër, pamja që ta jap edhe atë ndjesinë mundi mirë. po. Kudo që t'jesh. Po mendoj që edhe ajo ana shpirtërore që po e përmend Roni, patjetër që reflekton edhe në pamjen fizike. Patjetër. Po Ema, Unë bë shumë ndërhyrje, po në momentin që nuk ta ka dhënë Zoti atë shpirtin e bukur, atë zemrën e mirë, bëu sa duash e bukur. Prap nuk ke për të quajtur e bukur, në momentin që e ke shpirtin e zi, e ke, domethënë, gojën e keqe, gjithmonë. A di çam ka ndodhur një herë, kam qenë para ca ditësh Kastile, kam qenë live në TikTok, edhe më bëshin pyetje gocat, a do të marrë njëri për seriozisht me gjithë operacionet që ke? Kupton se çfarë lloj bullizimi në një farë pike e ndjeja vete? Si do ngjela gjithë jetën pa martuar. Pse? Se akoma janë njerëzit të pazhvilluar dhe akoma nuk është bërë trend siç duhet të mirëmbash veten dhe të trajtosh ashtu siç duhet. Po, Ema, Unë kam trajtuar ndoshta më pak, më shumë, ku diun, po çdo kush ka qejf ta trajtoj veten në mënyrën e vet. Ema, mund të konsiderohesh si persone që jeton për të dukur bukur? Unë jam shumë detajiste, unë edhe në shtëpi për shembull jam shumë detajiste, edhe kur dal, edhe për shoqet jam shumë detajiste, jam vetë si tip, kupton, jo vetëm te bukuria, po kudo, jam shumë e kujdesshme. Po, më iku përgjigjes, por po e marrim. U tregua diplomati, nuk u tregua diplomati. Ndoshta se kuptova. Duke pas parasysh edhe komentet që i merren në rrjetet sociale. Pyetja është, a jeton Ema për të dukur bukur? Normal. Normal. Shumë Më kjo. pëlqen e bukur, pse jo mos më jetu me u duk bukur. Patjetër. Po Albana Amo jo në klabe, nuk më pëlqejnë shumë klabet. Se në 2025 nuk mund të themi klabe. Më vjen keqardhje që e them këtu, pa ato vajza nga 20 vjeç austerë që hapin e mbyllin dyer, ja foleja prostitucionit. Vetëm klabe që nuk kanë Kosovë dhe në Shqipëri. Falet prostitucioni quani klubet, nuk besoj, Alban? Jo, tash Unë mos kështu e mendoj. Droga më e madhe edhe gjërat më të spista në klabe bëhen. pra pas kenat gjithçka mundet me ndodh, po ato Dhe që mbrapa xhamis mundet me ndodh ajo. ato që frekuentoj unë Klabe në vendin ton nuk është ndoshta klubet shumë dvonat natës mundet me ndodh edhe kjo që po thotë, ama paragjykimet nuk është mirë mi pas. Se edhe për ty mundet me pas dikush paragjykim. Se s'po paragjykoj, thjesht po them, edhe të hapësh të lexosh. Shumë do. Po ti komentet e tua kur ti merr, ai merr gjithnjë pozitive. Ai merr edhe Jo, nuk e negative. marr, jo, normal që edhe negative. Edhe unë ndoshta. Edhe unë as po gjykoj dikë, po them shumica e njerëzve që hapin dhe mbyllin dyerta, po them gjithë gocat në Prishtinë që bëjnë këtë punë janë kështu, a kupton? Por që ta kanë fjalën 2025, klubet janë degeneruar. Ndoshta mirë do ishte të mos përgjithsojmë. Këtë po e thot Albani. Veç mos kem paragjykime. Mund ndodh, gjithçka është e mundshme sot. Mirë, po mos kem paragjykime sepse paragjykimi i parë kur të shef të dera mundesh me qujt hosterk ose mundesh gjithçka me qujt, po ndoshta nuk është termi mirë dhe ndoshta nuk është mirë me paragjyku. Se ndoshta është motra e menaxherit. Unë s'po veçoj askënd, po them përgjithsisht çka kam lexuar dhe çka kam parë. Unë nuk është se po e them, po çka kam lexuar edhe burra hostera, edhe djam të rinj që janë hostera. Në për klube ka edhe djam e burra të cilët janë hostera. A i bie që mandena janë edhe këta e kundërta asaj çfarë po thua. Po edhe unë njoh 2 persona që janë hostera edhe kanë bërë edhe burg për prostitucion dhe janë akoma dhe punojnë në klube.
Kështu që nuk dua të besoj njëri e mora si temë të përgjithshme çka kanë Si fenomen, Ema po e përmend vetëm si fenomen, nuk po përmend... Si fenomen, se... Po, nuk po përmend raste konkrete, nuk po përmendim me emra, pavarësisht... Kjo është jashtë, realisht jashtë kësaj teme se cilën jemi duke e diskutuar. Alban, më lashëm përshtypja ajo çfarë the, që nuk komplimentohet, nuk pranon ndoshta komplimente prej vajzave dhe grave. Dgjoj, unë nuk është që si pranoj, si lexoj. Pse ishe me dyshim? Nuk i marr për bazë. Jo, po ndoshta pse meshkujt i shohin me dyshim komplimentet që vinë prej një vajze ose prej një gruaje? Po është vetë fakti kur t'je i martuar t'japin komplimente ndoshta edhe për shkak paraqitjes, ndoshta edhe për shkak atmosferës, ndoshta edhe për shkak shumë zana tjera. Mirë po, kur japet komenti për atmosferën, jo për ku ta diun fjalicës për para gjykatës. Pse dikush në një dasëm ku ke pas atmosferë shumë të mirë, nuk mundet me thonë që edhe je dok mirë. Po pa tjetër, ajo është pjesë e asaj. Mirë po, kur t'hen pastaj komente dhe të shenan në privat, Okej, aty do me thonë është për te i komplimentit. Po edhe kur kanë një mashkull vazhdan... Po janë do masa caktume që mundesh me dhonë kompliment për shembull në atmosferë, jemi okej. Ama prej aty të me dalin privat, është dallim shumë i madh. Rane, si pas teje, komplimentet në këtë rast, si që po i përmend edhe Albani, janë, themi që ka rënë vlerat, mbasi gjithmonë lidhet me ndonjë qëllim. E në original, ndoshta, sa janë original komplimentet? Sa janë originale? Komplimentet në këtë rast mund t'jenë të maskuara dhe mund t'a kenë si nxitës apo si motiv ngacmimi. Ngacmim që një ngacmim seksual. Kur them të maskuara, komplimentet e pruara mbi dukjen, mbi pamjen, mbi trupin, mbi syt, qëndrimin, këto mund të rezultojnë apo mund të shqisin në ngacmim, por ka dhe komplimente të sinqerta të cilat janë të ekuilibruara, të matura. Në qoftë se unë të them ty kushtrim ose moderatorës aty sot po reflektori pozitivitet. Vetëm pak, sot po reflektori pozitivitet ose po dukeni që të dy bukur. Ky është një kompliment i sinqert dhe i pastër, por nëse i them çfarë trupi paskeni o zot, po pasi një vit të bukur të trupit, kjo ka një tjetër kuptim. Pra, komplimentet mund të jenë të maskuara, të pasaduara shpeshherë, edhe mund të kenë njerëzit tendenca ta përdorin si karem komplimentin për të arritur tek qëllimi. Po, Ema, merr komplimentet të tilla siç po i përmend Roni, ndoshta jo sa bukur je vesh sot, po çfarë linja trupore të bukura ke ose diçka dhe si i percepton këto? Normal që marrë komplimente dhe mos tem nga më ekstremet edhe të komentoj dikush në TikTok apo në rrjetet sociale me emër të vetë dhe komente ekstreme jam shumë, do të thënë habitem ndonjëherë kur i lexoj dhe habitem sinqerisht edhe ndonjëherë bëhet me shoqërinë edhe hapem gjithë mesazhet dhe ripresa dhe komentet çfarë na komentojnë. Po live, përveç komenteve dhe kur dal, kështu a merr të ofrohen njerëz të thonë Ema shumë bukur po dukesh sot apo direkt e kanë tek e via trupore. Ka vulgaritet ndoshta mes komplimenteve. Të thonin këtu kështu siç ti thosha gjithë faleminderit kështu, ndërsa shumë lloj komentesh bëjnë kështu që ndonjëherë edhe nuk i ngjoj fare. A të bëjnë këto komentet me vulgaritet, a të bëjnë me ndje keq? Nuk i llogaris fare, zero. Vetëm në një koment që më bën përshtypje që e thot si njeri live, mund të them faleminderit, për të tjerët nuk më intereson. Ema, faleminderit shumë që na u bashkove sot. Faleminderit edhe juaj se kënaqësi. Faleminderit shumë. Roni, faleminderit shumë që ishe me ne dhe sot. Ishte kënaqësi, faleminderit. Alban, gjithashtu faleminderit shumë që na u bashkove në këtë diskutim. Faleminderit shumë respekt, punë të madhe gjithë të mirë. Shumë faleminderit edhe për juve verë të lehtë, nga që sezona vetë sa ka filluar.